Më tutje është krijimi i regjistrit kombëtar elektronik të lejeve të zhvillimit dhe ndërtimit, që është një databazë digjitale kombëtare, ku do të regjistrohen të gjitha lejet e zhvillimit dhe ndërtimit të lëshuara nga të gjitha autoritetet e zhvillimit të territorit, çka do të jetë një pikë referimi për të gjithë. Për të gjithë. Kudo ku ka një zhvillim, gjithsekush mund të bëj verifikimin në këtë databazë. Një tjetër mas është krijimi i listës zezë dhe ndalimi për të aplikuar për leje ndërtimi i shkelësve të lejeve të ndërtimit. Dhe jo thjesht i kompanive, po i personave. Lista e zezë do të përfshi zhvilluesit, do të përfshi shoqëritë, do të përfshi individët që kanë shkelur ligjin, përfshirë administratorët, ortakët, pronarët përfitues, që do të përjashtohen nga çdo mundësi për të marrë leje ndërtimi për një periudhë 5 vjeçare. Dhe kjo listë do të mbahet dhe do të përditësohet nga sekretariati teknik i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe të Ujit, dhe do të jetë një regjistër publik i aksesueshëm në faqet elektronike nga të gjithë. Dhe gjithë ky proces ndalimi do të thotë që nëse një subjekt ka kryer punime në kundërshtim në shkelje të lejes së miratuar nga organi kompetent, Këshilli Kombëtar apo bashkia, dhe ka shtuar ose ka ndryshuar edhe qoftë edhe fasadën, këto shkelje natyrisht pasohen me gjoba, pasohen me të gjitha ndëshkimet e tjera, por e bëjnë me njëherë një subjekt të listës zezë. Dhe thash, nuk është thjesht një subjekt, një individ, po janë të gjithë ata që përfshihen në këtë proces. Ku hyn edhe arkitekti, të cilit i hiqet licenca për 5 vjet dhe nuk mund të ushtrojë më profesionin.